Jemi më njëherë në studio me të ftuarin e parë, është ish ushtari i UÇK-s Agim Pllashniku, me të cilin pak do të flasim për zhvillimin më aktual të momentit që ndërlidhet me padin ndaj Dimal Bashës. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, përshëndetje. Edhe kësaj radhe me uniform. Po patjetër, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Çfarë po ndodh në momentin që po flasim? Pra, padia ndaj Dimal Bashës për shkrimin e shumë përfolur në të cilin flitet për UÇK-n. Po, na kena ngrit në kallëzim penal për kryetarin e parlamentit, Basha, para 3 dite. Do me thonë, kena ngrit me 24 shtator, në ora 13:48, ja kena bo me dije që do të ngritëm kallëzim penal për ditën e sodit. Edhe me po, që ka po kryetari i parlamentit këto që do të ngritëm, do me thonë kallëzim penal, kundër ti për keqpërdorimet, falsifikimet dhe fatkeqësia është zgjedhja e kryetarit që o bo. Këti kryetarit, do me thonë që e ka fy UÇK-n. Edhe kë ka reagu, do me thonë që këto i ka dokumentat. Me tërheqjen e emrit prej autorësisë, bashkëautorësisë. Po, për më tërheq. Thoni që ka arë për këtë arsye. Ditën njëjtë me 24 shtator, në ora 20:58 o tërhiq, do me thonë, kryetari i parlamentit, po na... Para se të bëhet kallëzimi penal, pra ka vepruar pasi që ka parë si ju keni paralajmëruar. Shumë e vërtet, kallëzimi penal do të bëhet sot në ora 13:20. Kështu që kë o tërhiq ma herët, po na nuk do të tërhiqum. Deri sa këtë largohet për kryetarit parlamentit. Kë na ka fy neve veteran të luftës, i ka fy familjet e dëshmorëve, viktimat i ka fy, edhe poplin shqiptar, krejtërëve shqiptar i ka fy kë. Do me thonë, kë natë liber të Macedonës, do me thonë, e ka fy poplin shqiptar. Edhe kështu që na do të ngritëm kallëzim penal. Kryeja kuvendare e ka konfirmuar, të paktën e ka thënë që është tërhequr pra emri nga kjo bashkëautorësi, pra as kjo nuk e ndihmon sadopak dhe nuk e shihni si një lloj kërkimfalje dhe si një që mbase e shës, ka qenë një gabim që është bërë. Nuk mjafton as kjo për ju? Jo, nuk mjafton. Nuk mjafton as tërheqja e atij pe kryetarit të parlamentit, por kjo do të më dhon përgjegjësi. Çfarë përgjegjësie? Përgjegjësi që ka fy UÇK-n. Do me thonë, ka thonë kanë mbledh fonde drogës, e që dihet shumë mirë, e jo kanë mbledh tjera, do me thonë, dihet në librin e tij që ka shkruar që ka fy, do me thonë UÇK-n, edhe kjo do të me dhon përgjegjësi edhe do të me shku në burg kryetari i parlamentit për këtu. Po nuk është vetëm kryetari i parlamentit, unë i kam këtu edhe të tjerë që kanë fy, edhe për të tjerëve lypëm përgjegjësi edhe kallëzim penal do të ngritëm edhe ndaj të tjerëve. Si për shembull. Do e bëni sot apo do e bëni ditëve në vijim për të tjerët? Ditët të vijim do të bëna. Sot është për kryetarin e parlamentit, edhe e bëj apel shoqatës, kryetarit, veteranëve të luftës, na bashkangjitet, edhe djemve, luftëtarëve të vërtet, t'i mathin ato qizme që i kanë në shtëpi, edhe familje dëshmorëve, edhe fëmijëve dëshmorëve, ato tesha, garderoba që ja kanë lanë prind të tyne, t'i mathet në bashkangjitën të blokojna parlamentin e Kosovës, ditët në vijim, edhe mos të lojna kryetarin e parlamentit të futet në parlament. Se një njeri që fyn UÇK-n, nuk ka vend, se parlamenti është vend i shajt për neve, nuk ka vend në parlament. A ka dishmëri për këta hapa që po i thoni jo për të shkuar tutje, për ta penguar punën e kryetarit? Ka djenë që do të na bashkangjiten në ditët vijim, edhe do të blokojna në parlamentin. E vetëmja zgjedhje është kryetari i parlamentit me dhanë ndërheqje, na nuk kthejmë mbrapa. Kena me vazhdu një rrugë edhe deri sa t'jap ndërheqje kryetari i parlamentit. Dorheqje, po ju po kërkoni edhe burg, që t'ja përgjithësi. Mas dërheqjes vjen edhe burgu. A nuk është pak e tepër pa dashur të alin këtë kuptime edhe pa interpretime të asoj që po t'jesh një po bëjmë pyetje. Sepse kryeparlamentari i ka pasur, ka dalë ma djetën në konferencë për media, i ka dhënë arsyet e tij, ka thënë që nuk kam qenë njohuri se çfarë përmbajnë artikulli tjetër. Pra, të gjitha këto që i ka thënë Dimal Basha si arsyetim nuk mjaftojnë asnjë moment për ju, apo jo? Jo, zoti gazetar, me tërheqjen e tina, ky e di që o fajtor. Edhe momentin që ka qitë ky në shkrimin atë liber, ky është fajtor.
Kryenin vetën fajtor. Po na do të me konë që ata veteranët e luftës, familjet e dëshmorëve, të invalid, të gjithë të blokojna parlamentin edhe mos të lojna të futët kë njeri që ka fy, mos të lojna mu futu në parlament, do me thonë. Po, zoti Plashniko, ju thatë kur bët thirrje edhe për ish ushtarët e tjerë që t'i veshin veshjet që i kanë dhe të vinë t'ju ndihmojnë kësaj iniciative. Veshja juaj sot nuk është e rastishme? Jo. Kjo veshje është e luftës edhe kështu që e kënë vesh, edhe unë e deri të largoj me shokët e mi, që të na bashkan gjitën, do me thonë nuk ku me desh uniformën, dhe të largoj në Bashën. Basha është mashtrus, është gënjeshtar, dhe paramilitar i Albin Kurtit, dhe Donjeta Mihalit. Ta shporum nga ai vendi shajt, vendi shajt, kur thëmë, është parlamenti. Ta nëzjerëm para drejtësis. Do me thonë, ata do të me dojtë para drejtësis. Dhe përfëndimisht ta fusëm në kanalizimin e mbeturina njerëzore bashkë me ata që e përkrahen, që e votun Bashën për kryetar parlamentit. Do me thonë, edhe ata kanë përgjithësi që kanë votu kryetarin e parlamentit. Kush e ka shkrujt këtë thirrje, po më interesant? Unë e kumë shkru, edhe unë do të bëj thirrje, edhe haptas do të bëj thirrje, edhe ju bëj thirrje. Edhe shoqatav në për qytetet tjera, që ta blokojna parlamentin, mos të lajna të futet. Kështu që, kam edhe emra tjerë, që do t'ju bujna kallëzim penal në detet vejnë. Si për shembull, e kanë fy. Po, pse së bë kjo, zotri Lapashniku, në momentin kur edhe u zgjodh kryetari kuvendit? A i ishte i pranishëm edhe në seancë, a ju e dinit sepse u diskutua kjo puna e shkrimit edhe atëherë. Pse së bë një organizim atëherë? Në ato momente kur kuvendi vetëm po mblidhej dhe a i ishte prezent, nëse do të dëshironi që a i mos zgjidhej pra kryeparlamentar? Fajtori janë të gjithë deputet. Komplet janë deputet shqiptar që e kanë votu. Se e kanë ditë, kryeministri e kanë ditë kryetarët e partive, do me thonë të gjithë. Edhe këto partit që thirren në emën të luftës, çlirimtare, edhe këto janë fajtorë ma shumë se Albin Kurti janë fajtorë. Ka që është fajtorë edhe PDP-ja që e ka votuar. Po, edhe ata që e kanë votuar, të gjithë janë fajtorë. Na nuk i harrojna fyrjet që na kanë bërë nga kryeministri Albin Kurti të kaluarën. E kanë fyr. U që kënë popullin shqiptar edhe veteranët e luftës edhe dëshmorë, të gjithë i kanë fyr. Plashniko, UÇK-ja gjithmonë prodhon një debat të nxehtë, vazhdon edhe sot kaq shumë vitesh pas luftës. Nga ajo që ju po thoni, ne po kuptojmë që jeni të vendosur të shkoni edhe me hapa më radikala për të realizuar kjo. Po pse nuk ju besoni hapave institucional? Na nuk ju besojna se deri sa ata njerëz e kanë votu, nuk ju besojna për shumë arsye. Na kena shembull që do me thonë kanë dështu. Edhe ma herët e që ato është problemi që... Qka nëse dhe Basha do të besoj që do të insistoj, nuk do të largohet nga kuvendi, ka që tjerë sa mund të duket? Zoti gazetar, të betohem që që na kanë bindun, e këna dhon betimin për me largu Serbin për Kosovës, kena mu betu që me largu edhe Bashën për parlamentit Kosovës. Mos me leju më futu në parlament Kosovës. Këto të betohem. Po, vetëm se kë krahasimi, gjithsesi Basha është pjesë është shqiptare. është shqiptare, po e ka fyu UÇK-n. Shumë rënd e ka fyu UÇK-n. Kër e fynë UÇK-n, i fynë edhe ata, do me thonë, pra, me sa të kuptoj, ju keni dyshim që edhe ai ka pas dorë në këtë shkrim që është bërë, nuk i besoni asaj që ka thonë që ka qenë vetëm bashkëautor, sepse nga kjo që po thoni, po thoni ai e ka fyu. Zotja gazetar, ai me vedi e ka bu këto, se ka qitë në shkrimin, edhe me vedi e i ka bu të gjithat Basha, do me thonë. Këto i ka bu Basha. Pse mund ta ketë bërë me vedije? Pse mund ta ketë ofenduar UÇK-n me një vedije të plotë, si që thoni ju? Na i dina deklaratat e Bashës edhe ma heret, e ka fyu UÇK-n, i ka fyu njerës që jenë në Hagë, gjithmonë e ka pas një fjallor fys ndaj UÇK-s. Për arsye se edhe shefi ti, Albini, njëjtën e ka pas. Edhe do t'i lexoj veç do t'ja kujtoj kryeministrit Albini, kush e ka fyu UÇK-n. Edhe kanë me dhonë përgjithësi. Albin Kurti ka thonë, Serbia ka bo krime, po krimet matë mëdha i ka bo UÇK-ja. Albin Kurti është publike këtë që ka thonë. E dini edhe ju gazetarët e krejt në për media. Kryetari i parlamentit veç e ka vazhdu, do me thonë, që atë rrugë të Albin Kurtit.
Gjelal Sveshla i ka që ushtarë e u që kësë kriminella. Do më thonë, krejt kjo është, do më thonë, struktura e Albin Kurtit, krejt njerës, do më thonë, që janë në pushtet. Se tash nuk janë pushtet, se janë deputet, po janë konë në pushtet edhe këqyren me konë pushtet. Albulena Haxhiu i ka thonë kryetarit parlamentit, Kadri Veselit, kriminell, ju fort mire dini, këtu për ja përkujtë edhe populli shqiptar, edhe qytetarët me ditë, për këta i kanë harru e do t'ja përkujtoj. Donika Gërvalla, njësej, do me thonë, i ka fy komandanta Dugazgjinit, i ka thonë, jo i një shpollur në vetë generalje kështu. A që ta generale, do me thonë, Daut Haradini ja ka lanë emrin e brigadës, dë babes Donika Gërvallës. I ka harru Donika Gërvalla. Mimoza Kusari, Lilja, ka fut me kriminelin matë madhë që ka ullhesh Banjskën. Ka fut, në ka fy neve veteranëve. Do me thonë, ka fut kunder neve, Mimoza Kusari. Ministri Hekuran Murati, në ka qujtë mercenarë, na nuk jena mercenarë, na jena shlirimtarë. Po i përmendin disa nga deklarimet e tyre që ju kanë prekur juve si shushtari UÇK-s? Nazlije Bala ka dërzu dosje kundër Calit në Hagë. E shumë tjerë kanë. Të gjithve këtyne këna mi ngrit kallëzim penal. Kanë mu përgjegjë para qiti shtetit tonë. Të gjithë kanë folë, të gjithat këto janë publike. Une si kënë folë, këta i kanë folë. Une dhe t'ja përkujtoj. Po, ju e keni në plan që së cilit emër ti paracisni një kallëzim penal. Pra për krejt emra dhe këto deklarata që i dërguat. Plus, Fitore Pacolli kohët e fundit më ka qujtë edhe mu kriminell. Une jem shku më njërë të kulturë, une ju këmë thonë, pse ti ju ke thonë aty në hajna, pse s'fishtin burg, e dini fort mirë, është edhe ka do të flasim për të ras, po s'kosh për momentin. Ata njerës që guxojnë, veteranin e luftës, invalidin, familjet e dëshmorëve, për misulmu. A orë kohë e fundit, nuk guxojnë më kërkush misulmu, as familjet e dëshmorëve, as veteran, as një hiç që ka kontribu për çështje kombëtare, për ushtrin shlirimtare. Na ju thujna stop edhe më nuk i durojnë, a bodhi kena duru, por na kena me ju drejtu shtetit tonë, gjykatës, prokurisë, krejtës, kena me mbledh fakt edhe mi dërzu atje. Po ku qëndron rasti tash me deputetën Fitore Pacolli? Ku ka mbet? Sepse të gjithë e kemi parë. Unë e kom bo kallëzim penal edhe e kom lanë shteti mirët me ta. Keni marrë ndonjë përgjigje deri në këto momente që po flasim? Jo, hala pritet më ngrit atë akuzë ndaj Fitores. Sa ja leqim ka fy mu, do me thonë, po i ka fy edhe familjen tem, edhe të gjithë, edhe qka është interesant gazetare. Une ke pone për emisione, une po ja publikoj. As një nuk po del me thonë, Agim nuk është qashtu, se s'mujnë me dalë. Une veç me fakte. Agimi folë pak, dokumentat edhe faktet kanë me folë shumë. Këto e kënjena të gjithëve ku mja u publiku. Qka ndodhe atë ditë me Fitore Pacollin? Diçka që nuk është parë në base, pra ndaj edhe kishte aqë zhurmë dhe interpretime të ndryshme. Qka ndodhe në atë moment? Zoti gazetar, në sot e kena një tem tjetër, po kysh po, janë këto raste që natyrisht nuk ishte as në planin tonë. Respekt edhe për qytetarët. Ashtë sa mund të flisni, natyrisht, nëse respektojmë sa të që Sham ka bo krenar dhe që po më bën krenar, për ati momentit është se me të madhe qytetarët po më përkrahin. Po më thojnë të ke pas drejt, e njohin Fitoren, e njohin Agim Pllashnikun, e njohin të gjithat. Ja njohin pasunin Fitores, ma njohin edhe mu pasunin e di qka ka mune, që shjena me pasunin Fitore ashtu në qiel dhe une jem shumë poshtë, po jem krenar. Une se kun vjellë këtë shtetë. Krenona në hapë, gjitha ta njerës që kanë marrë pjesë, gjithë më kanë përshëndet, edhe këmë po një busqeshje, edhe një përkraje shumë të madhe për tyne. Unë e Fitore Pacollit jem shku atë ditë, se nuk e këmë sulmu. Unë e jem shku Fitores mi të regu, zoja deputete, njërë simbolike, mere që të fakturë paguje, fakturën e këmë pas pagune që këmë hangër buk, i këmë thonë, mere paguje, se atyne ju thejshë e hajna, e ke fy, e gjithë shka, pëse s'pi Shtinburg, e ki shtetin ta Shtinburg. Edhe ju këmë drejtu, thash, e ti që po vjedhë, thash, edhe ti je hajne, edhe në qofë se e mërë një qënzimin e këtheni edhe njerë ma ka pranu Fitoria, qofë se ka
këtë shtetë prokurore, e mërë qatë i qënzim edhe e këqyër, do me thonë Fitoria ma ka pranu, ka thonë po, kena vjell, edhe aja ka pranu me gojtë vetë, po kër e ka kuptu që ka pithëmën, nëse mund të na ndihmoj edhe regjia pse jo dhe me vedën që ta bëjmë një rikujtim se çka ka ndodha ditë edhe Fitoria më ka sulmu, më ka ka për dore Fitoria, së më qërë theke hajde, dhe ke sulmu, më në me sulmu. Pra po thoni që ajo ju ka sulmu, jo. Po, aja më ka sulmu mu, edhe ajo do të me dhonë përgjithsi, plus edhe një shpifje, që me të vërtet nuk i ka hije një deputetes, që ka autoritet, që i besojnë bukur shumë, qytetarja ka në votën, me thonë Agimi ka pasë revolje, jo s'kum pasë revolje. Po, kjo pjesa e revoljes është diskutuar shumë. Që unë s'kum pasë revolje, dhe me thonë, ka shpif. Aja duhet mu denu edhe për shpifje, ka kallëzim penal edhe për shpifje. Ajo ka thënë që nga lëvizje që i keni bërë me duar, ka mendu që keni marrë me veti dhe është friksu. Se unë kam respekt për media në Kosovë dhe për gjithat, se dhe në Shqipëri, dhe me thonë, jëmë konë intervjist, do mi u bo publike diçka, qas se ka kërkush me fakte do të del, Fitoria të damantan që së qështu. Fitore Pacolli i ka 2 motra. Në 2 motrat ka banes të trektia. Kura ka Fitore Pacolli, se Fitore Pacolli i ka rajt poplin, shka i kënë komun me bicikl. 3 banesa familjarët, 2 motrat kanë banesa. Pa jenë këtu që shep personale familjare. Edhe punojnë institucion shumë, institucion i ndishëm. Me bomja përmena e me publikisht qështu, marrë është për tu. Punojnë 2 motrat e Fitores, punojnë institucione shumë të rëndësishme. Kanë marrë banesa. Kanë marrë banesa në emët Fitores, Fitoria kura konë në kabinet Shpend Ahmetit, dhe me thonë, ja ka thonë, 3 banesa i kanë. Trektia. Edhe qka është interesant, gazetare, që i vend që jënë bu që ato 3 banesa që jënë ndërtu, ka pas më bu kopshti, për fëmi, ka pas lodra më bu, e këtaj kanë shkej ligjin, ja kanë dhonë për me fitu. Krejt që ato i ki krejt vetë vendosjes që ato të trektia. Krejt i këta, zotni gazetarës, po ishin me kanibanes, këta ka 3, ka 4, zdi që ka ish punë e tyne. Këta ishin hojna, super hojna, jo hojna për super hojna. Zoti Albini i kish këta krejt hojna, cep këta për vjellëshin, krejt Kosovën e kanë vjellë. Këta ishin super hojna. Edhe unë i bëj prokuris, do me thonë, thirrje që... Po, për akuzat e tilla gjithmonë janë institucionet që duhet që mos flasim ka thënë. Na ju besojnë, ata si ju besojnë. Jo, është ideja pra, që gjithmonë në këto kritika, dhe më thënë sidomos kur janë kritikat shumë serioze, janë institucionet përkate që duhet ju shkot edhe përmes institucioneve. Nëse keni dyshime për ndonjë korupcion ose diçka. Dua një diçka nga ju, me e thamë edhe më herët që UÇK-ja gjithmonë e prodhon një debat të fort, dhe një prej tyre ishte ditë më parë edhe një deklarat, nisin nga deklarata e Remit për kontributin e Albin Kurtit në UÇK. Duke qenë ish ushtar i UÇK-s, si ju e konsideroni kontributin e një personit të caktuar në UÇK? Ati që pa tjetër e ka pas një armë dhe ka dalë, pra këtë kontributi fizik në front, apo edhe kontributet të tjera janë dhënë në UÇK? Cili është për juve kontributi për UÇK-n që mund ta jap një person? Unë komandant Remin e respektoj, se i vetëmi komandant i zonën që dali ka marrë përgjegjësinë për zonën e vetë. Shumë e respektoj, edhe kam respekt ndaj tij. Po Albin Kurti, ka zyre ta Demdemaqit. Albin Kurti ka dezertu. Unë e shoh një ushtar të vërtet, shembull tash po marr shembull veten. Unë në koshare kom veshit uniform, dhe bo transferimi i UÇK-s, unë ty me kë nuk e kom desh. Për mu që ajo është ushtari i vërtet. As kom dezertu, as kur gjëhesh. Kom dëshmi, janë njerëz gjallë. Qofse Albin Kurti ka vesh uniformen, fillim, edhe se ka desh kur, është ushtar. E kontribut, a e cilësoni kontribut për UÇK-n edhe nga zyrët që janë bërë? Qëre, kontribut o diçka tjetër. Ushtari vërtet, është vetëm me uniform, nuk ka tjetër, heq. Do me thonë, qofse komandant Remi e dëshmon që Albin Kurti e ka pas uniformen e veshën, do me thonë o diçka tjetër, i besej. Për ndryshe jo. Edhe unë i besej diçka tjetër. Na krejt ushtar, që jena kanë, i kena, do me thonë, dokumentat, si në formë të letër njoftimit. Qofse Albin Kurti ma dëshmon mu në letër njoftim të UÇK-s, që jo kam në UÇK, jena në regull. Po ato nuk mund me dëshmu. Jam i bindun 2.000.000% që Albin Kurti nuk ka kurfar dokumenti gjatë luftës që jo kam ushtar, do me thonë. Nuk ka. Për kontributet që jo kam zyrët bacit adem, o diçka tjetër.
Po gabimin e madhe ka bo komandant Remi që ka thonë o konë ushtar. Albin Kurti sa konë ushtar. Kontribus për ushtar sa konë. Do me thonë që të duhet me nda komandant Remi për ushtarit edhe kontribusit. Nëse jam i sakt, këtë nuk e ka thënë tekstualisht që ka qenë ushtar. A i ka folur për... që kontribut, do më dhe si pas të Remit gjithmona, që ka një kontribut e ka cilësuar edhe atë nga zyre që është dëna, jo pa tjetër në kuptimin fizik që ka qenë në front. Nëse jam i sakt, nuk e ka thënë që ka qenë ushtar. Regull. Ushtar sa kanë, të binë, unë e kështu ku dush, qka dush sa kanë ushtar. Albin Kurti me kanë ushtar, qysh i kishë marrë do veprime me kallë parlamentin, me kallë policin, me bo do veprime kunder shtetit tërë. Valla, une që jem kanë ushtar, une nuk bëj veprime me dëmtu shtetin tërë. Une që tu s'pëm lidhin mu dësane. Aj, o kanë ushtar, e pe dëmtën Kosovën, shtetin tërë që na e kena ndërtu me shok, me juve, me poplin, me gjithë e kena ndërtu kontributin. Edhe ti ke mujtë me dhonë, si gazetar dhe me thonë, civil ke dhonë kontribut. Edhe ty do të me ta një kontributit. Po e pësja, se kontribut në shtarë që dhe dikur që ka quar ushtarëve të që kësë në male, për këtë po flasë. Kontribut kanë dhonë edhe motrat medicinale, dhe me thonë. Absolutisht, kanë dhonë edhe prokurir, gjykat sa kena që ka dhonë kontribut, të gjithë kanë dhonë. I qartë, edhe ti që se ke dhonë informacion, në dobi, luftës, të ushtarëve të që kësë edhe ajo kontribut. Se i ke thonë më shkët që asaj rrugës se janë paramilitarë sërë, po biri kënena, biri ajo është kontributi maj madhe i joti. Se me nejtë në zyre... Se kjo tema, se kush ka e kontribut, kush ka luftu, kush nuk ka luftu, është shumë e qëdishme që bëhet gjdo det edhe përsërijet të gjatë gjithë kohës. Tash me ju të regu unë e diçka motë rem. Na nuk kena mujtë më bo si Adem Jashari, ose si Ramush Haredini, ose si Zahir Pajeziti, po kena kontribu. Po ata që ka posë uniformen, ata janë betu për me vdek, edhe mos me desh uniformen. Na që ka jena kanë, që e di shukë tënë, na nuk e kena desh uniformen, une se kun desh uniformen, dhe bu transferimi i u që kësën të më kë. Do me thonë edhe qaj është ushtarë për mu i vërtet. Tjerë, janë kontribus, nuk bënë mjavë. Po, Zotri Pllashniku, me që kemi në studio të flasim edhe për një temë tjetër. Tema e përjashtimit nga puna që e keni pas. Ku qëndron, jeni kthyer në vendin e punës, ka ndonjë zhvillim sa i përket kësaj? Jo, nuk jam kthy, mu ka largu që ky pushtet, që i kum kundeshtu. Jo diçka për tjetër, vetëm që i kum kundeshtu. Mendoni që ka qenë e lidhur me ngjarjet. Largimi nga puna o kanë, do me thonë, kështu në shpejtësi e madhe, se unë e këmë bo kallëzim penal për fitore, në ora 11, unë prokuri, në ora 3 ma kanë shtyp vendimin. Unë e këmë pas krye shef, Faruk Mujken. Faruk Mujka ka qenë në partin e Gru Slobodana Miloševićit Juli, me dokumentat. Së da di s'ka lonë dërheqje. Edhe është halja qatë partije. Një person që si jap dërheqje, për një partije, të me thonë, unë e konsideroj kështu që është halja qatë partije. Faruk Mujka është ke shpërdëru si hajni maj madh në Iber Ljepenc. E ka shkatëru Iber Ljepencin. Se thua? E ka shkatëru. Faruk Mujka si ja kanë zonë 60.000 euro në shpe. Një astek. Faruk Mujka, do me thonë, ka nejtë 3 ditë në burg, ka nejtë e prante, e shtu në dile. I ka pas disa arsëtime saj përket. Edhe këthy motra jam drejtor me një reni. Ku ke pati me një vepër penale, mu këthy një person drejtor. Pa u kry ato gjykata që ka procedurët. Mu më ka qitë Faruk Mujka, pse unë e ku mendu diçka tjetër, edhe pse partisë tyne, ju ku më thonë një hajna edhe ju. Për qëtë arsye? Arsimi ti ka qenë që jeni larguar ko pas kohë nga orari i punës, pa i lajmëruar dhe keni bërë aktivitetet të tjera. Kam dëshmi, unë nuk jam largu, do me thonë, atë ditë që me ndonë Faruk Mujka që jam largu, kam thirë policia me dhonë një deklarat, ma hotë ma gjere, shkaku i fitores. Edhe policisi, këmë thonë, zëtni, unë smuj me orë, ka thonë, hajde se na të arsytojna, e kam të arsyshme. Une jam jurist, une di ligjit, une një orë kam drejt një orë, me pas pauzë, me ligjë më lejohet, edhe une ku qatë orë që kom pas pauzë, e kom shfrytzu. Po ku qëndron ligjërisht kjo çështje? Sot kur po flasim, ku qëndron ligjërisht? Keni marrë një përgjigje, jeni duke shpresuar që do të ktheheni në vendin e punës? Avokati jam mirë me këtë lanë, dhe kam një avokat shumë të mirë që e njeh këtë lami. Ai ka dërzu tash në gjykat, na po presëm gjykat. Jeni në pritje. Jeni në pritje. Po du për jemi në fund, kështu që po. Një sekundë ma fat. Për emisionin e ju më ju zbulu diçka. Se unë kam ju zbulu gjithçka, po që ta do m'ja zbulu. Një ekskluzive. Faruk Mujka,
kur ardhë drejtor kryeshef që 3 vjetë një bërlje pensë, në edina që është zgjellë, jo në mënyrë drejt, ka fitu i pari, kjo ka një dyti, partia ja ka mundësu, për rregull. Ato përgjithësi e ka partia. Faruk Mujka kur ardhë, i ka kushzu punëtorët, edhe kolegët e mija që punoj, me vnu shami. Kolegët e mi i ka kushzu me shku në xhami mu falë. Kur gjithë keqë s'ka mëne që shkuj njerës xhami. Po e ka bëj i bërlepensin. Keni fakte për këto, sepse në akuzat rënda, keni qenë prezent për kërku kjo? Gazetare, sot la, qka i ku më akuzu që ta njerës, nuk ka dalë asë një me thonë agimin e kundërshtojnë. Natyrisht se përgjësin e mërë një jo, unë e marë përgjësin. Pa tjetër, po... E ka bëj i bërlepensin, kult fetare ka bëj. A më besën ti mu diçka këta hoptas për ta thëmë edhe vërtet. Gjdo zyre ti bërlepensit ka se gjade që falen. Kur jam shku une të drejtori jam i dërzu kërkesat, se une jam konë zyrtari i lartë, do me thonë për autopark, kërkesat une kumpri se jam konë me qëtë pshelun o falëshin, ka 5 hënditje jam falë. Aja zyrtarja, që është ato, është mbullune. Unë kur gjithë keqë që s'kanë. Po mirë është këtë ambient fetar, që është e fetare, po jo po nuk e kanë respektu punën. Ata, mas në drejtori që janë, asë një punën nuk ka djetë mirë, ka edhe kolegët mira që e kanë respektu. Një pjesë e tyne ju kanë nështru Faruk Mujkës. Se për menejt që ato detyra që i kanë pas, menejt që mos mi lërgu Faruk Mujka, i ka kushzu krejt me shku në xhami. Krejt, moshkuj në xhami, femnat i ka shti mu mbullu. Kjo është e vërtet, do del Faruk Mujka, do të ma kundërshton që ta. Edhe një pyetje shumë të fundit, ju ka lënë keq pezullimin nga puna? Po normal që na ka lënë keq, se unë qato torna i kum pas, unë nuk e kum shfrizu luften, që që kanë shfrizu dë partit e këtu. Natyrisht, jeni dëmtuar edhe financiarisht. Gazetare, unë e peqasoj rrugë, kum jetu une. Do me thonë, ka dëmtu shumë Faruk Mujka, po në gjyq kena mu po me të me Faruk Mujken, edhe këto ja kum gjanë gjyqit, edhe kështu që kjo është Faruk Mujka, kjo është vetë vendosja, do me thonë, kjo është i qëtë njerës për pune, i qiti policë të njësi speciale, vesh një mesazh, do me thonë, kjo është basha kryetari i parlamentit, do me thonë, që i largoj. Këta vesh për i largoj që njerës për punës, po dishtë tjetër sen, do me thonë edhe, Faruk Mujka, mund ka largu për punë, i ka pru 100 vet, i ka 100 vetë vendosit, janë të punësu një bërljepet. I ka me fakte, me emna, me mbijemna, i ka plash. Edhe në shkelje që ka bu. Më falë, edhe në shkelje do të mja përmen. Jemi në fund, të lutem shkurt. Edhe në shkelje. Faruk Mujka, kër më ka shtyp mu vendimin, ka qenë pushim vjetër. E ka bu një shkelje të hatashme, do me thonë njërë juridike, dhe këtu ka punë, prokuria. Edhe kër e ka po që është në pushim vjetër, e ka thirë, e ka bu tjetërin vendim. 2 shkelje e ka bu Faruk Mujka, e këtu e kumë zbullu para 2 avdite. Është mirë që gjitha këto t'i qëni tek institucionet e drejtësisë, të prokuroria, po. Unë e njëri dërzaj në institucionet tani bëj publike. Falenderoj shumë që ishte sa natyrisht hapësira në Kosovë Live është për të gjitha. Sepse do të shkoni edhe për kallëzim penal, kështu që ne po ju lirojmë tash. Faleminderit shumë.